Zotja Bilaj, në fillim të konfliktit u fol shumë për një rrezikim të mundshëm të Shqipërisë, duke qenë se strehon këtu një pjesë të opozitës iraniane, dihet që prej disa vitesh i ka ndërprerë edhe marrëdhëniet diplomatike, edhe më herët është kërcënuar Shqipëria apo nga Irani. A ekziston ky rrezik ende ku jemi në këtë fazë të konfliktit apo është zbehur sipas jush gjithmonë? Rrezik për ne drejt për drejt nuk ka. Për arsye se unë kam thënë dhe në disa biseda të tjera që Irani nuk ka ndonjë interes të angazhohet me luftimin në Shqipëri. Ai zhvillon në Shqipëri punë gjendurore me shërbimet e fsheta, me metodat e veta të propagandës dhe të përhapjes së informacioneve apo marrjes së informacioneve të ndryshme për të cilat ai mendon se ka interes. Dhe domethënë zhvillon këtë që quhet lufta hibride. Kryesisht në mbledhjen e informacioneve dhe përhapjen dhe zhvillimin e propagandës pro-iraniane. Këtu është përqendruar puna e Iranit. Opozita që është aty është një opozitë e plakur, e lodhur, nuk bën dot asnjë gjë dhe nuk ka asnjë vlerë, as për veten e vet dhe as për Iranin, as për ndonjë shtet tjetër. Domethënë vetë opozita këtu është një opozitë inekzistente, që nuk është në gjendje të bëjë të ndërmarrë ndonjë veprim serioz. Kështu që Irani ndaj nesh zhvillon një variant të luftës hibride, kryesisht të shfryzimit të shërbimeve speciale për mbledhjen e informacioneve. Po ashtu zotja Bilaj flitet shumë për mundësinë e një zbarkimi të një divizioni 82, siç njihet ndryshe në SBA si njësia elit në përbërje të korpusit strategjik ajror. Çfarë do të sillte kjo për luftën, nëse do të vijonte akoma ky agresion, ato do të ndryshonte fatet e saj dhe duke qenë se jemi në këtë pikë, doja që të kisha edhe një koment nga ju lidhur me operacionin e shpëtimit të 2 pilotëve që mbetën në territorin iranian pas shpërthimit të avionit të tyre, që u angazhuan qindra avion të tjerë për të bërë të mundur dhe shpëtimin. Si e cilësoni këto? Operacioni për shpëtimin e pilotit të rrëzuar në Iran është një operacion të cilën forcat speciale amerikane e kanë të zakonshme. Ata kanë bërë operacione shpëtimi në shumë vende dhe në shumë situata të vështira, si në këtë rast, dhe veprojnë në mënyrë kaq të saktë dhe precize që ata arrin ta shpëtojnë ushtarin e tyre kudo që të ketë rënë. Ka patur raste që gjatë luftës së Kosovës është rrëzuar një aeroplan me 2 pilotë amerikanë dhe janë bërë dhe filma e tjerë rreth asaj ngjarje dhe arritën t'i shpëtojnë. Dhe metoda se si i realizojnë nuk i di njeri. Janë metoda speciale tepër sekrete, janë njerëz të veçantë që merren me këto operacione. Këto bëjnë pjesë në operacionet e grupeve elit të veçantë forca speciale që ka ushtria amerikane. Ndërsa për divizionin 82, që është një njësi elit, ajo është një njësi e madhe, është krijuar këtu 100 vjet përpara në luftën e parë botërore, ka marrë pjesë në shumë operacione në luftën e dytë botërore dhe në bile merr pjesë vazhdimisht në stërvitjet e NATO-s që organizohen në Evropë. Është njësi elit. Lëvizja e këtij divizioni nuk përbën një kërcënim për zbarkim toksor në Iran. Kalimi i tij në gatishmëri që publikohet në media ka të bëjë vetëm me anën e një shantazhimi, domethënë që e bën lëvizje këtë, por nuk parashikohet që ky divizion të përhyjë në këtë. Ky divizion bën pjesë së bashku me divizioni 101 në korpusin aerodesant strategjik të Amerikës. Ky korpus nuk është në gjendje alarmi dhe gatishmërie për të marrë një detyrë për zbarkim në Iran. Në qoftë se ky korpus do merrte detyrën
për një zbarkim më rëndësishëm, do të shoqërohesh me të gjitha veprimet toksore që kërkohen në këtë rast, që kjo është e pamundur. Lëvizja e tij ose paratitja në media për ngritjen e gatishmërisë të këtij divizioni i është më tepër domethënë për një shantazh mediatik. Zoti Abilaj, duke qenë se ju keni qenë në inxhinier kimik në ushtri dikur, tashmë ne jemi pjesë e NATO-s, por nëse të flasim në aspektin ushtarak dhe të forcës, duke qenë se jemi në një konflikt, le të themi global në disa vende, ushtria e tanishme është më e fuqishme apo ajo e dikurshme? Si do analizonit? Ne tani praktikisht nuk kemi ushtri. Ne kemi një njësi të modifikuar, një ushtri për rreth 3500 vetash që quhen ushtar profesionist, por që nuk kanë asnjë përgatitje profesioniste. Infrastruktura e ushtrisë është e dobët, nuk jemi në gjendje për të kryer asnjë veprim në mbrojtje të vendit. Por ne e kemi stakuar mendjen sepse mbrohemi nga kupola e NATO-s. Duke qenë në përbërje të NATO-s, ne kemi të siguruar mbrojtjen dhe kjo ka bërë që politika jonë ka hequr dorë nga çdo masë mbrojtëse konkrete për ushtri. Me këtë ushtri kaq të vogël, me një numër minimal ushtarësh, oficerësh, pothuajse pas një infrastrukturë ajrore apo toksore tjetër, ne jemi në gjendje për asnjë punë. Por rroft NATO dhe Amerika që na kanë në kujdes dhe jemi të siguruar në këtë drejtim si antar të NATO-s. Në rast se NATO shpërbëhet, gjithmonë nga zërat kritik që flasin se edhe SBA mund të tërhiqet pas mungesës së ndihmës që erdhi nga NATO, rrezikon shumë Shqipëria? Na fatgjatë gjithmonë. Po tjetë për NATO, Shqipëria është rrezikuar. Në qoftë se NATO do të prishet, me tërheqjen e Amerikës, NATO prishet me fund. Ne s'kemi asnjë mbrojtje, asnjë përkrahje nga Evropa. Absolutisht. Por ne kemi përkrahjen, Amerika nuk do na braktisë asnjëherë. Dhe dy aleat fuqishëm që janë të përhershëm për Shqipërinë janë Amerika dhe Turqia. Të gjithë vendet e tjera ne do të na lënë në baltë, do të na shesin, sepse Evropa këtë punë ka bërë me ne gjatë gjithë historisë. Evropa duket sikur na përkrahë tjerë tani që jemi në NATO, por nëse prishet NATO, ne nuk kemi asnjë vend në Evropë nuk do lëviz gishtin në mbrojtje të Shqipërisë. Kështu që edhe këtu unë them se jemi në sigurt, përderisa kemi mbrojtjen e Turqisë, që është krahu kryesor i armatosur i NATO-s dhe Amerikën, nuk do të guxoj njeri që të na shqetësoj në problemet tona. Dhe një pyetje të fundit, zoti Abilaj, duke qenë se ndodhemi në një këtë situatë, shumë shtete duket se po e ndërmarrin si vendim qoftë afatshkurtër dhe në afatgjatë që të rikthejnë detyrimin ushtarak, ndonë edhe vetëm për disa muaj, a duhet implementohet ky aspekt edhe në Shqipëri? Po, çdo shtet serioz e ka një opsion të shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Marrin komshit që kemi ne këtu rreth rrotull, Greqia ka një shërbim të detyrueshëm ushtarak, ajo sot mban 180.000 ushtarë, ushtria greke. Dhe ka opsionin që në rast të një kërcënimi, ajo mund të bëjë mobilizimin e saj deri në disa 100.000 ushtarë. Këtë e kanë të gjithë shtetet. Ne tani duke prishur sistemin mbrojtjes dhe strukturat përkatëse, sot ne jemi fare të zhveshur dhe nuk di njeri që çfarë mund të bëhet në një rast kërcënimi, sepse ne s'kemi asnjë ligj për mobilizimin e përgjithshëm. Nuk kemi as kuadro që të organizojnë realizimin e këtij ligji. E të tjera probleme që lidhen me këtë. Domethënë ne jemi
praktikisht jashtë loje në rast të një situate kërcënuese. Qartë, zot Abilaj, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë analizë dhe këtë intervistë. Faleminderit shumë për gjitha detajet që ndat nga lufta në lindjen e mesme, por edhe rrezikun që kanoset Shqipëria si një ushtarak karriere pedagog në fushën e kimisë. Ishte një bisedë shumë e vyer. Faleminderit shumë.